Allahu Gjellë Gjellalu qenja e ti është nur. Që dhe vëzër qenja e ti? Pejgamberi alayhi salatu selam ka përmen hadith se Allahu e ka një perde. Me hekat perde, me hek Allahu perden e vetë, ku shkon shikimi i Zotit e djeg. Pe çaj të djeg? Nga drita e madhe që e ka qenja e Zotit. Pra Allahu e ka mlu vetën që mos t'i djege krijesat e veta. Mos t'i djege krijesat e veta. Derisa të bëhet ahireti e t'ju jep tjetër krijim e pastaj ju zbulohet banorëve të xhenetit. Jo këtë. Allahu na mundsoft. Andaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, mos më pas shkujt Allahu banorëve të xhenetit mos me vdek. Kur çfasit Allahu kishin dek këtë. Këtë kishin dek. Andaj Allahu te bareke ve teala na ka treguar neve në Kur'an, në surën Al-Qasas, edhe në sure të tjera, se Musa alayhi salatu wasalam ka li prej Allahut me e pa. Lemo Zot të qof, ka thonë. Allahu Gjelaj ka thonë, shko të qkjo kodra. Unë i shfas në pak kodrës. Si të rrije kodra, më shati. Dhe kodra me madhe. E Allahu pak e ka hek përdën e vetë, kodra o shkri. Ska me, ti s'ku gjopi kodrës. E Musa ka ra i alivanëst. Edhe kur është gju, ka thonë, o Zot, pendohem, nuk kërkoj më kësisit. Nuk kërkoj. Andaj, krimi jonë nuk banë që na me pa Allahun të bareke, vë të ala.